Sot është një ditë e madhe dhe e bekuar, një ditë drite, mëshire dhe afrimi me Zotin Krijuesin e gjithësisë. Është dita e Kurban Bajramit, dita kur zemra e besimtarit mbushet me falënderim, reflektim dhe dashuri për Zotin. Kjo festë na rikthen tek një nga shembujt më të mëdhenj të besimit njerëzor, përkushtimi i profetit Ibrahim a.s. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Besimi i tij i palëkundur dhe gatishmëria për të dhënë gjithçka për hir të Zotit. Kurban është festa e zemrës së pastër, është festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit.